Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me shenjën e binjakëve për muajin qershor. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e binjakëve. Dhe shohim energjinë që do na vi për muajin qershor. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe shohim javën e parë. Në fillim të javës së parë, ju shoh që ju dëshironi të jepni zgjidhje situatave të ndryshme që ju mund të keni, për të bërë një fillim të ri. Ndoshta ju dëshironi të zgjidhni një situatë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në një rast, në rastin tjetër në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, me fëmijët tuaj, sepse edhe këtë e shoh shumë fort, por shoh që nuk e di keni bërë një punë të madhe, një punë të mirë në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni pasur, për t'i dhënë zgjidhje situatave gjatë javës së parë. Për një pjesë tjetër, shoh që ju dëshironi të bëni një fillim të ri, një shtatzani, ndoshta fillimin e një shtatzanie gjatë kësaj periudhe, dëshironi të merrni iniciativë në lidhje me këtë gjë, ndërsa për pjesën tjetër ju dëshironi të bëni një fillim të ri me fëmijët tuaj. Ndoshta një pjesë prej jush dëshironi të sugjeroni fëmijët tuaj për të bërë një punë zanati ose një punë artistike ose të kenë lidhje edhe me artin. Për një pjesë tjetër, ndoshta ju do jeni duke i këshilluar gjatë kësaj jave. Për pjesën tjetër mund të kenë lidhje me drejtësinë, me gjykata, me prokurori, me institucione shtetërore, por mund të ketë lidhje edhe me pjesën e dokumentave. Ju do merrni iniciativa për të bërë fillime të reja në lidhje me procese të ndryshme që mund të keni dokumentash ose në lidhje me gjykatat. Dhe ju shoh që do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këto fillime të reja. Gjithsesi, vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Është një javë e mirë, sepse ju do harrini të vini një drejtësi, por ndërkohë do të jepni zgjidhje situatave të ndryshme që mund të keni pasur në lidhje me punën, nga ana ekonomike, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, por dhe me pjesën e dokumentave. Dhe dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshme. Dhe në javën e dytë, ju shoh që do të jepni fund një lodhje që mund të ketë zgjatur për një kohë të gjatë. Shoh që ju do bëni, nuk e di, do merrni lajme të mira, sikur do çliroheni nga situata të lodhshme, dhe këto mund të kenë lidhje me njohjet që keni pasur, me një dashuri, në marrëdhëniet tuaja, për një pjesë tjetër në lidhje me fëmijët tuaj, ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju ndoshta keni insistuar një kohë të gjatë në lidhje me një shtatzani dhe shoh që në javën e dytë sikur e realizoni dhe do merrni një lajm të mirë, ndoshta ju mund të bëni një test ose diçka tjetër dhe do ndiheni shumë të lumtur edhe në çift. Për një pjesë tjetër, ju do të jepni fund një lodhjeje që mund të keni pasur në lidhje me një njohje, që ju keni dashur ta çoni përpara, ose një lidhje, për ta finalizuar atë, dhe aty shoh që do merrni një lajm të mirë në lidhje me këtë gjë dhe ju shoh që ju mund ta finalizoni gjatë kësaj jave ose të ndërmerrni iniciativa për ta finalizuar këtë njohje ose lidhje. Në rastin tjetër, për pjesën e beqarëve, do keni një njohje të re. Ju do mbyllni situata nga e kaluara për të hyrë në një njohje të re dhe është një person që ka shumë emocione që do vi drejt jush dhe do keni një takim me këtë person. Marrëdhëniet në çift gjatë javës së dytë ju do harrini të konsolidoni marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë dhe situata të ndryshme me fëmijët tuaj.
Për gjithë ata që mendojnë në lidhje me punën, ju mund të keni pas një punë që ju ka lodhur, një projekt, një bashkëpunim, ose mund të keni bërë dhe disa punë njëkohësisht dhe ka ardhur momenti që ju ta mbyllni këtë situatë, të mbyllni disa punë që keni pasur ose të lini shumë përgjegjësi që mund të keni pasur në shpinën tuaj dhe të çliroheni për veten tuaj, por ndërkohë do filloni të angazhoni dhe familjarët e tjerë në lidhje me situata të ndryshme që keni. Me projekte, me bashkëpunimet e reja, ka fillime të reja, lajme të mira, por ka dhe kontrata të rëndësishme gjatë javës së dytë. Dhe kontrata nuk janë vetëm në lidhje me punën, mund të jetë një kontratë shtëpie, mund të jetë një kontratë pune, mund të jetë një kontratë për të shkuar jashtë shtetit, ose diçka tjetër. Gjithsesi është një javë fantastike dhe vazhdojmë me javën e tretë. Në javën e tretë ju do jeni duke finalizuar diçka, do merrni përsëri iniciativa, është një muaj fantastik në lidhje me dashurinë për gjithë ata që janë në njohje ose në lidhje, sepse është një muaj që ju do merrni vendime në lidhje me një bashkëjetesë, me një martesë, me një fejesë, ose për ta quar një njohje ose lidhje më përpara. Ju shoh shumë të emocionuar, do ndjeni shumë mirë, për pjesën e beqarëve do kenë takime për gjithë ata që do hyjnë në njohje. Dhe do jetë një njohje që do t'ju emocionojë në lidhje me këtë person. Por ju shoh që ju do ta mbani sekret, diçka do mbani sekret. Dëshironi të jepni një drejtim situatave, ndoshta të dilni me këtë person, por në javën e tretë sigur nuk do dëshironi që ta ndani, do ta mbani brenda vetes ose ju do ta mbani sekret këtë situatë. Dhe gjithsesi e shoh që është më tepër me hënën e plot kjo, por për pjesën tjetër ju do keni kontrata të rëndësishme, do merrni iniciativa, ju shoh, por iniciativa që do marrin zhvillime shumë të mira. Nëse ju do filloni dhe do filloni që në javën e parë në fakt, por dhe në javën e tretë, do filloni një biznes, një partneritet, një bashkëpunim, një njohje të re. Do marrë zhvillime shumë të mira, ose një shtatzani. Unë shoh që ju do harrini me këto fillime që do keni, do t'ju sjellin bollëk dhe prosperitet. Do jenë fillime që jo vetëm që do marrin zhvillim, por do t'ju sjellin edhe të ardhurat të mira. Dhe kjo gjë do t'ju çlirojë nga situata të ndryshme që keni. Dhe shoh nuk e di, por do t'jepni një drejtim më të qetë, mund edhe të dilni një fundjavë, të shkoni diku në një ambient me ujë, por aty shoh që nuk e di, ose do zbuloni një sekret, ose ju dëshironi t'i mbani sekret këto fillime të reja që do bëni gjatë javës së tretë. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, sepse shoh që do keni kontrata shumë të rëndësishme. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt përsëri ka një energji shumë e bukur për ju. Ju do jepni dhe do merrni me një person. Dhe këtu flasim kur themi i japim edhe marrim, ju do shkëmbeni mesazhe, mund të takoheni me këtë person, do jepni dhe do merrni dashuri nga ky person dhe ju shoh shumë mirë. Ju shoh në takime, ju shoh në festime, si për pjesën e personave që do futen në një njohje, por dhe ata që janë në marrëdhënie, që janë me fëmijë, ndoshta ju do bëni një investim ose do shpenzoni disa para për fëmijët tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëj më të lumtur në familje. Dhe ju shoh me shumë diskutime. Për pjesën tjetër, mund t'jeni që ju jeni duke marrë disa para në fillim të javës së katërt, por ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i shpenzoni. Mund t'jenë fatura, mund t'jenë shpenzime në lidhje me fëmijët tuaj, ose mund të jenë edhe situata të ndryshme, mund të jetë një pagesë kredi, mund të jetë, nuk e di, ju merrini situatat si i keni, por gjithsesi është diçka që ju do t'ju lumturojë, është diçka për mirë, jo për keq. Ose ju mund të kërkoni dhe të merrni një kredi dhe ashtu si do t'i merrni, ashtu do t'i jepni për të bërë një investim ose diçka tjetër.
Gjithsesi, ju shoh që do keni shumë diskutime, do keni lidhje me institucionet shtetërore në lidhje me këto situata. Çfarëdo situate që të jetë. Por shoh shumë diskutime, shoh një fillim të ri, por ndërkohë ju shoh që keni marrë dhe eksperienca nga situatat e kaluara dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju t'i mendoni gjërat më me logjik gjatë fundit të javës së 4. Për një pjesë tjetër, mund të keni të bëni me institucione shtetërore, mund të keni të bëni me dokumenta të ndryshme, mund të jetë një pasaport, një leje qëndrimi, leje pune, ose mund të jenë dokumenta mund të ketë lidhje me studimet për një pjesë tjetër, ose dokumenta nga më të ndryshme, mund të jenë dokumenta shtëpish, dokumenta makinash, mund t'i merrni dokumenta të gjitha llojeve. Gjithsesi, është një muaj fantastik për ju shoh me fillime, zhvillime shumë të mira, që do marrin një zhvillim shumë të mirë, jepni zgjidhje problemeve, vini një drejtësi, ju shoh në finalizime, në takime, në lidhje me dashurinë, por dhe kontrata të rëndësishme që ju do keni në lidhje me punën, me shumë lajme të mira ju shoh. Është një muaj fantastik, vërtet shumë i mirë, dhe shohim se çfarë do na thotë, çfarë mesazhi na japin angjëjt për shenjën e binjakëve. Dhe kemi mbretëreshën e ujit, është një mesazh fantastik për ju, dhe ju thot, hapni zemrën, thot, dhe shikoni njerëzit rreth jush. Dhe këtu flasim për pjesën e personave që janë beqar ose të lirë, sepse është një muaj që ju jep mundësi për të bërë njohje të reja. Ose hapni syt në lidhje me ofertat, me punën tuaj, nga ana ekonomike, në gjërat që ju rrethojnë. Ju do keni kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, por do keni edhe lajme të mira. Gjithsesi ju thotë që është një film shumë i bukur për ju. Domethënë, nëse ju bëni një fillim të ri në dashuri, është si një film i bukur. Nëse ju bëni një fillim të ri të një pune të re, të një partneriteti, sepse shoh, nuk thash, por keni dhe partneritete dhe bashkëpunime të ndryshme gjatë këtij muaji, atëherë do jetë diçka e bukur në jetën tuaj. Ose ju mund të bëni një fillim ekonomik, fillimin e një pune, të një zanati, ose të një pune artistike që ka lidhje me artin, është diçka vërtet e bukur që do bëni, sepse jeni të mbështetur nga angjëjt. Kjo ka lidhje dhe në situata të ndryshme që mund të keni, mund të ketë lidhje me dokumentat, me gjykatat, me institucione shtetërore. E rëndësishme është që ju duhet të hapni zemrën për të parë gjërat rreth jush. Dhe të shfrytëzoni mundësitë në lidhje me kontrata të ndryshme që do keni gjatë këtij muaji, sepse do jetë si një film i bukur, do jetë një gjë e bukur që do ndodhi për ju gjatë këtij muaji. Atëherë ky ishte parashikimi për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video, dëgjojmë në video të radhës.